Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj në një butik rrobash dhe hilet që bëhen janë të tmerrshme. Nuk e kam thënë kurrë publikisht, por sot dua ta nxjerr nga vetja. Punoj në një butik rrobash në qendër të qytetit, një vend që nga jashtë duket i bukur, me drita të ngrohta dhe vitrina të shtrenjta. Por nga brenda është një botë tjetër, e mbushur me hile, mashtrime dhe prapaskena që as vetë nuk i besoja kur fillova punë. Punoj aty prej 2 vitesh dhe çdo ditë mësoj diçka të re dhe të shëmtuar. Kur fillova punë, gjithçka dukej e qetë. Muzikë lehtë, klient të sjellshëm, rroba të bukura, pronare që dukeshin korrekte. Disa javë më pas, një vajzë hyri për të kthyer një pallto. Ishte e re, e qetë dhe e mbante faturën në dorë. Mendova s'ka problem, doja ndroj. Por pronarja ime mua afrua pas shpine dhe më përshpëriti. Thuaj që nuk mund të kthehet. Gjej ndonjë arsye çfarë do lloji. Ishte e sikletshme t'i thosha vajzës një gënjeshtër, por e bëra. Ai u largua mërzitur, e hutuar sikur ndjeu që i vidhnin lek. Dhe atë ditë fillova të kuptoj, këtu klienti nuk është asgjë, paraja është gjithçka. Një nga gjërat që më tronditi ishte kjo. Rroba që rikthehet nga klientët, sidomos palltot e shtrenjta, shpeshherë nuk lahen, nuk pastrohen dhe nuk kontrollohen. Vetëm i heqin etiketën e grisur, i vën një të re dhe i hedhin në varse. Një ditë pash një fustan me njoll makjazhi nga qafa. Provova ta hiqja, por nuk doli. Ja çova pronares. Ajo tha, mos u lodh, vendose tek rafti i ri. Kush e blen, fati keq për të. Ndjeva veten si bashkëpunëtore në mashtrim. Po ka shumë raste të tjera. Një klient e rregullt paguante 60 euro për një xhaketë që realisht kushtonte as 30 euro. Kur e pyeta pronaren pse, ajo qeshi lehtë dhe më tha: "Kjo ka lek, le të paguaj. Po pak po i marrim se mund t'i merrnim edhe 100." Por kur hynte një nën me 2 fëmijë që mezi mblidhte 10 euro të fundit, i linin çmimet fikse. Për herë të parë ndjeva turp për punën time. Dhe me keqja është pikërisht provat që kthehen në rroba të përdorura. Ka klient që provojnë rroba derisa djersiten, i rrudhin, i shtërmërojnë, i fusin në çantë, i hedhin në tokë, dhe pronarja ka një rregull të hekur. Asgjë nuk hiqet nga shitja, përveç se nëse është e grisur. E kam parë vetë një pallto të bardhë me njolla fondatine në bel dhe ditën e nesërme ishte në raft si e re. Kjo është hilja më klasike, uljet e rreme, por mënyra si e bëjmë është thjesht fyese. Para uljeve çmimet rriten frikshëm. Fustani nga 30 euro bëhet 60 euro. Pastaj në ditën e 50% ulje bie në 30 euro siç ishte në fillim. Që në fakt nuk ka fare ulje këtu dhe klientët ndihen të lumtur sepse mendojnë se po bëjnë pazar të mirë dhe e blejnë pa vënë në dyshim që realiteti është ndryshe. Kjo më bën të ndihem shumë keq, shitja me detyrim. Në butik ka një rregull të pashkruar. Nëse një klient provon më shumë se 2 rroba, duhet i shesësh diçka patjetër. Nuk e themi me zë, por e bëjmë me presion të heshtur. Kjo të rri shumë bukur, po ta lëmë një anë këtë. S'është se del shpesh në këtë ngjyrë. Unë e shoh në sytë e tyre, njerëzit ngrihen dhe blejnë diçka vetëm që të mos duken të pasjellshëm. Disa blejnë edhe kur s'kan lek, disa dalin me fytyrë të zbet, disa më falenderojnë me zë të mekur, dhe unë ndihem e përzier brenda vetes. Paguhen pak sigurisht, kërkojnë shumë, lodhesh emocionalisht dhe çdo ditë shem mashtrime që nuk ke qejf të shohësh, por jam e bllokuar sepse qeraja, energjia, ushqimi, gjithçka ka nevojë për para. Ndonjëherë mendoj, a jam unë fajtore apo sistemi i kalbur? Dua të iki, dua një punë të ndershme, dua të mos mashtroj klient që nuk kam faj. Deri atëherë, çdo mëngjes hap derën e butikut, vë buzëqeshjen e detyruar dhe them me vete: sot mos bëj dëm më shumë se dje.